këtë bashkëpunimeve. Zotri Korenica, Bedri Hamza, tashmë kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës, shprehur se nuk ka vija të kuqe me asnjë parti. I keni biseduar këto, pritet të ketë koalicione të tjera, ju jeni të hapur në fakt për këto? Ka kuqe, vijat e kuqe nuk janë më në funksion, në kuptimin e bashkëpunimeve të ndryshme në nuk janë për momentin, sepse kur e kishmi krizën që nuk kishim kuvend, nuk kishim formim të qeverisë, pati vijat kuqe. Jo, po flas në kuptimin e bashkëpunimit ndërmjet subjekteve, sepse kemi pas bashkëpunime kur kemi qenë edhe brenda kuvend, me subjekteve që dikur ka pas deklarativisht. Kur dash më shumë ti nuk pati bashkëpunim në fakt. Nuk ka pas vijat kuqe as për zgjedhjet lokale për asnjë subjekt dhe mendoj që nuk duhet të ketë vijat kuqe. Vija e kuqe e vetme është lufta kundër korrupsionit, është lufta me listën serbe, e cila është listë terroriste në vendin tonë. Lufta jonë duhet të jetë në çdo formë tjetër që vinë aktivitetet e ndryshme që janë në dëm të shoqërisë sonë, qofshin ato pjesë e grupeve të ndryshme kriminale që funksionojnë në vendin tonë. Vija e kuqe do të jetë çdo lloj mundësie që mundet me ju imponu shoqërisë sonë, fëmijëve tanë, me e ndryshu karakterin e vetë shoqënor që nuk përkon me traditën tonë. Këto janë vijat e kuqe që duhet me i vendosë. Nuk janë vijat e kuqe bashkëpunimi me njërin tjetrin mes shqiptarëve. Shqiptarët duhet gjejnë gjuhë përbashkët për interes të vendit tonë dhe çdo herë në kundërshtim me ato që ka cënon integritetin tonë, me ato që ka cënon Kosovën tonë në përgjithësi, pra me shtetet e cilat vazhdimisht kanë synimet e tyre destruktive në mënyrë që ketë ngjesje vendi. Pra në këtë kuptim... Pra jeni të hapur për koalicione të tjera? Unë mendoj që vendi ynë duhet ketë bashkëpunim kur është e nevojshme me midis subjekteve në mënyrë që të shkohet përpara me procese që janë në interes të vendit tonë. Qoftë edhe me lëvizjen vetëvendosje? Absolutisht po. Çdo herë kur është në interes vendit tonë, prapë po ritheksoj nuk duhet ketë vijat kuqe. Është përmendur kjo në Partinë Demokratike të Kosovës, tashmë pasi edhe keni zyrtarizuar koalicion. E ka përmend vetë zotri Hamza. S'ka nevojë unë me ritheksu një diçka që ka... Por specifikisht nuk është përmendur në fakt lëvizja vetëvendosje, për atë po i pyesja. Po sepse në përgjithësi ka folur që nuk ka vijat kuqe, që do të thotë që përfshihet edhe lëvizja vetëvendosje. Po mendoj që është deklarim shumë i saktë dhe shumë i drejtë. Prandaj po e ritheksoj që vijat tona të vetme të kuqe do të jenë çdo lëvizje e ndryshme e cila, s'po them e subjektit politik, po lëvizje apo ndonjë aktivitet që cënon interesin ton kombëtar vendit tonë. Këto janë bën me qenë vijat kuqe, edhe në këtë cënim, në këtë rrezikim duhet këtë të jemi bashkë, edhe të jemi unik. Normalisht që kemi me pas përplasje ndryshme, për çështje të ndryshme, mos pajtime etj, sepse jetojmë në demokraci, janë vlera që i promovojmë secili prej nesh, por që nuk jemi armiq të njëri tjetrit, dhe në bazë të këtyre mos pajtimeve, mendoj që prosperiteti nuk ka me mungu, as për sa i përket zhvillimit të vendit tonë, në fushat e ndryshme, në arsime, në shëndetësie, në ekonomie, në industritë ndryshme, qofshin ato edhe sa i përket bujqësisë, agroturizmit, në pjesën e politikës sonë të jashtme që mendoj që duhet të jemi shumë më proaktiv se sa që jemi momentalisht. Pra, në këto fusha duhet secili prej nesh me ndje përgjegjësinë në karshi vendit tonë, përderisa synojmë të jemi në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. E qartë, kthehemi tek zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat pritet të mbahen të tretat brenda vitit, data tashmë